Keq po qëndron edhe komuna e Gjakovës me ambient, kudo has në mbeturina, për me keq sensibilizimi i qytetarëve karshi këtij fenomeni po mungon në vazhdimsi. Duke filluar nga nesër e deri më datën 22 maj, komuna e Gjakovës do të ndërmarrë një aksion mbar qytetar për pastrimin e qytetit. Këtë vit njërisi është që në diskutim edhe me specialistë e fushës agronomisë jemi përcaktuar edhe për një dru, në fakt për një fidan e cili kemi besu cili është fidani që mund të karakterizoj komunën e Gjakovës dhe tjetë më i mbyllur, është gështenja e cila do të jetë si një prej fidaneve që do të mbillet dhe nesër fillojmë mbylljen e gështenjave të cilat janë në 3 lokacione të përcaktuara dhe gjithashtu edhe bimëve tjera të gjelbërta në pjesë tjera të qytetit. Këtë vite kemi edhe shkollën Kelmen Rizvanolli që do të jetë pjesë e aksionit për nesër është fjala, përderisa deri me 22 maj çdo ditë do të ketë aksione të angazhuara përfshi këtu edhe bashkitë lokale. Edhe pse pastrimi i qytetit her pas here po bëhet, situata nuk po ndryshon edhe aq për të mirë. Kjo është edhe për shkak se gjykata në Gjakovë nuk po ekzekuton vendimet e marra nga Inspektoriati i Gjakovës, shtoi kryetaria Kusari Lila. Është vërtet që rregulloria komunale për punë inspektuese ka defekte serioze. Ne kemi një rregullore komunale e cila nuk është ripërtrisje nga viti 2000. Dhe kësaj radhe ne kemi vendosur që domethënë bashkë me ndihmën e IFC-s, përfituese e cilit program është Komuna e Gjakovës që nga viti i kaluar, të bëjmë rishikimin komplet dhe jo vetëm për çështjet të mbeturinave, por gjithashtu edhe për çështjet e ekspozimit të mallit dhe për çështjet shkeljes së ligjit të duhanit. Të kthejmë nga dënimet të cilat janë shku dënime domethënë në shkru dënime të cilat kanë shku në gjykat, të kthehemi në dënime mandatare, të cilat ka të drejtë ekzekutimit të menjëhershëm komuna. Dhe kjo është forma e vetme fatkeqësisht e cila besojmë se do të jap rezultatin e duhur. Unë prap po e shfrytëzoj mediumin tuaj që t'ju bëj apel gjithë qytetarëve, ata të cilët mendojnë që shkelja kalon pa u sankcionuar, që tashmë nuk do të jenë gjoba të mbledhura në gjykat. Kemi pas probleme serioze me gjykatën në komunën e Gjakovës, ka pas domethënë pak gjykatës në procedurë civile. Me rregulloren e re nuk do të kalohet në gjykat, por drejt për drejt do të bëhet ekzekutimi mandatar i dënimeve nga Kuvendi Komunal i Gjakovës. Sido që të jetë të prirë nga vetë kryetaria, nesër fillon aksioni për pastrimin e qytetit, por edhe të fshatrave dhe apeli është i hapur për të gjithë.